Shumë faleminderit. Më vjen shumë mirë që jam këtu sot me ju edhe më jepet mundësia të ndaj disa gjëra, po në radhë parë dua të theksoj faktin që është shumë e rëndësishme për çdo udhëheqës, pjesë të trupës udhëheqëse të Partisë Socialiste, që do të thotë për çdo të deleguar, për çdo kryetar organizate, pra për secilin dhe secilin për jush, që të mbaj parasysh rëndësinë shumë të posaçme të këtyre zgjedhjeve, jo thjesht për Partinë Socialiste, se për Partinë Socialiste të gjitha zgjedhjet kanë qenë të rëndësishme, por për Shqipërinë. Pas zgjedhjeve të 91-92-shit, këto janë zgjedhjet e para që kanë një peshë gjeopolitike dhe që lidhin drejt për drejt fatin e vendit tonë, fatin evropian të vendit tonë. Sepse sot janë krijuar kushtet që ne të hyjmë realisht në Bashkimin Evropian si rrjedhoj e përputhjes së rrethanave tona të brendshme me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian, dhe për herë të parë mundësia për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është reale. Kemi një kalendar për negociatat që është kalendari më i shpejt në historinë e integrimit evropian, që na është dhënë për të mbyllur negociatat në vitin 2027. Dhe kemi mundësinë që nëse i mbyllim negociatat deri në 2027, të hyjmë dhe të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që Shqipëria të kalojë në një nivel tjetër në të gjitha aspektet, duke filluar nga individi, duke filluar nga pasaporta e Republikës Shqipërisë, e cila nuk do të jetë më ajo që është thjesht dhe vetëm një mundësi për të lëvizur, por pa mundësinë për të qëndruar, pa mundësinë për të punuar, pa mundësinë për të marrë shërbimet shëndetësore dhe për të rimbursuar njësoj si me qenë në vendin tënd, pa mundësinë për studentët që të jenë student Bashkimit Evropian dhe të mos trajtohen si student ndërkombëtar, po trajtohen si student që janë në vendin e vet, pra faktikisht ne hymë dhe bëhemi pjesë e barabartë e asaj familje. E një familje ku ne flasim gjuhën tonë, secili flet gjuhën e vet, por ama na bashkon gjithë ombrella e legjislacionit dhe e të jetuarit së bashku, ku edhe buxheti i vendit tonë do të marrë një rritje të fuqishme nga mbështetja e Bashkimit Evropian. Se në momentin kur hyn Bashkimi Evropian, hyn në kategorinë e shteteve përfituese. Bashkimi Evropian ka dy kategori, ka shtetet kontribuese, që janë ata më të pasurit, më të zhvilluarit, më të mëdhenj, janë dhe përfituesit që janë më të vegjëlit, që janë në zhvillim e sipër siç jemi ne. Dhe ata më të mëdhenj kontribuojnë që më të vegjëlit të forcohen. Dhe nëse ne gjatë gjithë këtyre viteve nga Bashkimi Evropian kemi marrë 630 milion euro, duke u bërë antar do të marrim mbi 1 miliard çdo vit. Ky është ndryshim. 300 milion çdo vit vetëm për bujqësinë. Për fermerët, për për punimin, për agrobiznesin, për agroturizmin,
dhe për gjithë shka që ka të bëjë me bujqësinë. Tani, e gjitha kjo mund të mos ndodhi nëse në 11 maj Shqipëria nuk voton fuqishëm Partinë Socialiste dhe nuk voton fuqishëm për të vazhduar një proces që nuk është një fjalë goje, po është një punë e përditshme me detyra të pafundme. Janë 1000 vetë në shtetin shqiptar që punojnë për ditë për këtë punë, që shkojnë në punë dhe merren me këtë punë. Janë 40 skuadra negociatorësh. Çdo javë 2 ministret tona të shtetit që drejtojnë negociatat janë si në provim dhe japin llogari çfarë ka bërë Shqipëria javën e kaluar për këtë, për gjithë sektorët. Dhe kjo është një punë që çdo minutë vlen dhe asnjë minutë s'duhet humbur. Parafiguroni tani sikur në 11 maj rezultatit mos jetë i qartë, sikur gjithë kjo qëndrueshmëri që kemi krijuar të lëkundet, sikur pozicioni ndërkombëtar ku e kemi vendosur Shqipërinë të vijë në dyshim dhe sikur ata thonë po mirë, më fal, po çfarë bëhet me këtë punën? Dhe mjafton një rëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të ikë që aty. Sepse ne kemi qenë gati për të hapë negociatat më para, po si ishin ata gati, shumica thoshin po, çoj njëri atje thoshte jo, po shiko se ne kemi një shqetësim, çoj tjetri, i dini këto punë si shkonte, edhe na thoshin ju këtu e keni vendin, po duhet bëni durim, duhet vazhdoni punën e tjerë. Sot e kemi në tavolinë kalendarin e miratuar bashkarisht dhe të dakordsuar prej tyre. Na kanë thënë mbyllin i negociatat në 2027, pra do të thotë bëni gjithë tyre e shtëpisë dhe ne do ju marrim brenda në shtëpi. Kjo është diçka shumë e madhe për të humbur ose për të vënë diskutim nga vogëlsira të tipit jam me këtë parti, jam me atë parti, ose jo, po se shiko se për Kavajën nuk është bërë kjo, po është bërë ajo, ose për Rogozhinën duhet ishte bërë dhe kjo, ose shiko se kam inat me këtë, se ky s'm ka vlerësuar dhe unë do shkoj atje, do unë që nga më të mëdhaja deri më të vogla, të gjitha janë vogëlsira në raport me këtë. Këtu bëhet fjalë për Shqipërinë, bëhet fjalë për gjithë pa përjashtim. Bëhet fjalë për të marrë një pasaport të re. Është një pasaport e re. Nuk do jetë më Republika e Shqipërisë, Republic of Albania, po do jetë Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. Dhe nuk do rrimi më në fund, nuk do kemi më radhë që të na kontrollojnë pasaportën kur hym në për vendet e tjera, pavarësisht se hym pa vizë në Bashkimin Evropian, po prap e keni pasi ndajen, ca shkojnë nga janë edhe hynë dhe si kontrollon njeri, ne futemi nga i rreshti tjetër edhe fillon kontrolli. Nuk do kemi më, do hym njësoj me franceze, me gjermane, me holandeze, me italian, njësoj të barabartë. Si mund të lihet kjo tani? Për tifozlik, jo jam me PD-n, jo jam me këtë, jo jam me PS, jo jam me kujtim gjuzë. Kjo nuk mund lihet. Nuk mund lihet. Kujtimi është më i mirë atje, më madhështori, më simpatiku, po përveç mustagjeve s'ka asnjë gjë tjetër. Ata tjerët s'kan as mustagje. Këtu në Kavaj e keni parë vetë se çfarë të bën vajtja të shtëpia Mulligjiut për inat vjerës. Keni pa vetë. Keni provu sepse bëm një rezultat të jashtëzakonshëm, morëm Bashkinë e Kavajës, ndryshuam Kavajën për hir vërtetës, e ndryshuam Kavajën se ishte xhep falco që kishte asnjë gjë përveç plurit,
farëve të kungullit, edhe njerëzve që bënin si bënin për të mbijetu, po as ujë, as drita, as hiç, as. Edhe ishin ato dy kishta atje ke shesh. Unë, kur kam marrë në Kavaj për herë parë, sekretari i Partisë Socialiste, nuk bënim dot takimin, se na dolën atje ke kinemaja, edhe nuk na lejnë me hyrë në kinema. Edhe kur hyrëm në kinema, kishte më shumë karrige bosh se ç'kishte njerëz në karrige. Kjo ishte Partia Socialiste. Këtu ndodhte që në një kuti, në një qendër votimi, mos merrshë votat as anëtarëve të komisionit. Sepse presioni ishte i madh, pensionistat i as mezi, lejnë me votu, etj, gjëra të tmerrshme. Këtu kanë ndodhur gjitha. Tani kjo që ka ndryshuar edhe është si ëndër, po tani unë kam kohë që e shoh të ëndër që Partia Socialiste të Kavajës ka grasa, çka dhe burra po thuajse. Dhe kjo është gjë shumë e madhe. Ama duhet me nxjerrë rezultate. Duhet ju them edhe një në fund që ishim shparë me kryetarin edhe me deputetin duke pajqi këto zhvillimet këtu. Dhe ju e shihni që Vora po bëhet një qytet tjetër. Unë nuk e harroj ku ka marrë dhe atë natë që këshëra tërmeti, ishe një tmerr. Edhe një frikë e madhe si do të zgjidhet kjo punë. Ndërkohë që njerëzit ishin të shpëruar komplet. Që ndalë gjithë nga shtëpi. Sot janë 400 ca që janë fut në shtëpia, janë dhe rreth 50 të tjerë që familje që kanë rezultuar në nevojë, po që nuk i kanë bërë aplikimet në kohë atëherë, se kemi nga kjo kategori dhe në Tiranë dhe vende të tjera, por faktikisht edhe apartamentet e reja, edhe infrastruktura e re, edhe shkollat dhe çerdhe dhe kërkesat private për ndërtime, edhe qerat këtu janë rrit, që do të thotë njerëz që kanë apartamentet i japin dhe shtëpitë, i japin dhe me qera, kur kanë dhe mundësi tjetër. Vlera e pronës të gjithëve ju është rrit, edhe do rritet dhe më shumë, dhe keni parasysh që momenti që hyn Bashkimin Evropian, sipas asaj që ka ndodhur te gjithë vendet e tjera, prona dyfishohet. Gjëja e parë që ndodh është prona dyfishohet. Kështu që unë besoj që jemi shumë të qartë se çfarë duhet të bëhet tani, 60 ditë, 60 dhe pak ditë sa janë, duhet me marrë çdo vot për Partinë Socialiste. Çdo vot. Mundësia që rezultati i arritur, që ka qenë shumë pozitiv për hir të vërtetës, të bëhet dhe më i thellë, është reale, se gjithmonë ka mundësi për më mirë, po edhe për faktin që ju keni bërë një punë shumë të mirë me votuesit në emigracion. Dhe nëse do t'i bashkojmë bashkë këto energji, do bëhet një rezultat i jashtëzakonshëm. Kështu që unë ju falenderoj edhe një herë tjetër për gjithë punën që keni bërë. Ju lutem të fokusoheni dhe të bëni maksimumin në këto 60 ditë, që në 11 maj të realizojmë këtë gjë të madhe për Shqipërinë, për Partinë Socialiste, por edhe një merak tjetër ta nxjerrim me 11 maj, se e kam atë merak. Se nga që më kanë ligjuar mu që thosha noc rogu, mi vejnë ca profile falso aty, edhe më shkruaj noc rogu të marrësh, noc rogu. Në 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre
një noc rock madhështor. Do me thonë, duhet të më ndihmoni që ta realizojmë këtë. Që atyre t'ju çojmë noc rockun, po një noc rock aq madhështor, sa ton çfarë i bëm vetes që zgjum noc rock.